Tre musliman që më njohin shumë mirë edhe që rri shumë me ta. Ju kum shkru sot edhe ju kum betu për hir të Allahut Azza wa Jalla kum vet, a ju kujtohet, a ju kum rajt najher. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, asnjë anit prej tyne nuk i kujtohet që i kum rajt najher. E pastaj e kum vet edhe familjen teme, a ju kujtohet kur kum rajt? E nuk ju kujtohet që kum rajt kohëve të fundit, wallahu alem që sa, e as mu s'm kujtohet që kum rajt. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, e kush përveç kësajna, gjuhës, ishte njerëzit në xhehenem. Pyetja jam tash për ty, a guxon me e thirr dikan me vet atë kum rajt najher? Nëse guxon edhe thot nuk e rajt, atëre elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ama nëse Allah na rujt e din që rran, edhe nuk guxon me vet kur kan a ke rajt, atëre kujdes me vetën tane. Kujdes. Kjo është një gjë për të cilën duhet me bë gara, jo për pasurije, jo për me bë gara, cili prej neve rajmë mas pakti. Unë për vete kam bindje që një prej problemeve më të mëdha të shqiptarëve sot është rana. Rana është poli kundërt i muslimanit. Për çka ka thënë Muhamedi alayhi salam, shajat tipike të munafikit, domthon dyftyrshit, ai që s'ka mundësi me kanë musliman, kur flet rran. Kur të premton e them premtimin, kur ti besojsh diçka nuk e marr amanetin, domethën rrahës. Poli kundërt i qenurit musliman është rana. Kështu që kujdes me ranën. Mos raj kur. Por çka ka thënë Muhamedi alayhi salam, tre njerëz të cilët nuk i shikon Allahu Azza wa Jalla ditën e gjykimit, hiç. A din njëri për ty në cili është? Mreti i cili rran, poshtetari i cili rran. E dim pse? Se nështë në i fukara i vjen puna ngosht të s'ka qare parajt. Po aj, nefsën e ka ranës, ranej, që është në popullin gjak e ka ranën. E lusëm Allah në azugjerim në rujt, për fund për thamë, në këta bagara, thirë 3 vetë për njerëzve edhe familjen ta në veti, a ju kum rajt në herë. E lusëm Allah në azugjerim në rujt.